Hajni mirë, mirë si gjeta, ta hajni mirë. Ta si hajni mirë. Ta hajni mirë. Obligimi ynë është që familjet e dëshmorëve, invalid, veteranët e luftës, pa marrë parasysh partitë politike, ne jemi si popull, edhe kemi një vlerë shumë të madhe që kemi bërë këtë luftë. E kemi bërë gjithë së bashku, gjithë duhet ta respektojmë, kemi obligim kombëtar. Ne veteranët e luftës jemi për gjithë. Edhe në kuadër të vizitave ndryshme cilat i bojmë mos në asnjë mënyrë mos të tejkalojmë një institucion i cili mbetet bazë e shtetit të Republikës Kosovës. Ajo çfarë ka përjetu populli i Kosovës dhe historia ka tregu që gjithmonë ka qenë ata që kanë dhënë më të shtrejtën për me ardhur që tjerë të ndërtojnë shtetin. Natyrisht, bazën e këtij shteti vetëm ju e keni vendosur. Ajo është e pakontestueshme. Dhe mbi të gjitha, ato që e thatë ju me shumë të drejtë dhe pajtohem plotësisht është që ju qëndroni mbi gjitha partitë politike, mbi gjitha grupet e interesit, juve nuk mundet m'ju marrë në pronësi askush. Unë ndihem, domethënë, i përkulem para atij gjaku, mundit, angazhimit dhe na shpresojmë mbi gjitha një motiv cilin sot e kemi, është shpresojmë që gjitha ato të rriten e të forcohen më tepër. Për politik ju mbetet krerëve, tash në këtë rast krerëve lokal, për çka po synoj edhe unë, që me bo pak ose hiç politik, po më marr me ekzekutiv edhe me zhvillim edhe mirëqenie. Nuk mund të me fol me fjalë, me tregu për kontributin ose për angazhimin e juaj, duhet të jenë edhe të veprat e institucioneve për kujdesi. Kjo është tepër e rëndësishme që të paktën vlerësohen ata që kanë rënë, por edhe familjet e tyre, po edhe ju që tjerë, që do të thonë keni vazhdu edhe ndiri dhe mbeteni të përkushtuar që mirujt një vlerë të ushtrisë shërimtare të Kosovës ashtu siç e meriton. Do të thotë, po thoj se Gjakova është e varfër, vërtet është Gjakova si e varfër, po e dim arsyeën pse. Po unë shoh një kant tjetër. Gjakova shumë, asnjë qytet në Kosovë nuk ka pasur se Gjakova. Pe merita, pe ato. Po flas vetëm për luftën e fundit. Ne kemi qenë qytet fshat, ne nuk kemi ditë me nda, as nuk kemi nda. Asnjë qytet në Kosovë nuk ka luftuar përveç qytetit Gjakovës tash. Nuk po them se jam unë qytetari i komunës Gjakovës, po flas në realitet. Është brigada e formuar. Këti mi konë bashkë, Gjakovar ka luftuar në fshat Njavllanicë, te na jemi konë me emrin me të nxjerr nuk mision është listë e gjatë. Në Glogjanë gjithkund mi konë bashkë. Do të thotë kemi vlerë. Cili qytet në Kosovë ka martirë sa ka Gjakova? 1000 martirë. Ka dikon 3070 aplikantë që kanë aplikuar për veteran, për statusin e veteranit. Ka dëshmor. Asnjë qytet në Kosovë, do të thonë, nuk ka bë luftë brenda përmenda qytetit kur bën Gjakova. Ne si organizat jemi ma neutral. Nuk i takojmë asnjë specifikisht se një individuale për kuptohet që secili ka asnjë grupacioni, asnjë pjesë biznesore apo do të përkrahet shtresa e luftës është shumë e mëdhshme, është një pjesë që e ka gjetë veten. Mua thonë që 90% shtresës luftës a ke dëshmor invalid apo veteran një të lonën anësh. Atëherë është metë se cili mu gjetë një të veta. Atëherë një pjesë e ka zgjedhur edhe rrugën jo të mirë. Ne ju urojmë sukses juve. Ngor në zgjedhje, ne shpresojmë që mas pas zgjedhjet kanë me konë reale, ferr, qeta, jo tensionuar si herën e kaluar. Se për na qelin varr, se na duhet ta pranojmë sa për Gjakovë. Për një varë smoqme, sa pësharohet, është inshallah nuk është ajo shkaplitë në për Gjakovë. Për pagun dikush martu me qel varë, mi qitë kryp, mos mu shnosh i kodë gatë, si përshnoshet vara, apet piqet dikush kryp. Partitë politike, ato i kanë programet e veta, edhe nën programet partive politike nuk përzihen. Dhe më thonë, na jemi organizatë veteranëve, na kemi dëshirë mos me pas ndasi, qytet, fshat. Në s'ka diçka tjetër nuk kisha falendëru shumë. Unë më ju siguru edhe garantu në emën timi personal, në emën të kolegëve të me që janë me ne, që krejt çka ne kemi bo është mundu për të mirën e përgjithshme.
nuk e kemi as në tradit, nuk e kemi as në ngritje, as profesionale, as të familjes, me besu ndasi ose me kriju ndasi. Rasti unikat në nivel të Kosovës për angazhimin e të gjithëve në luftë. Do me thonë, vlerat janë mbi gjitha. Dëshira për liri, dëshira për atë dashuri, është mbi krejt të ndasi që krijohen mandej varësisht për programeve të veçanta. Juve ju uroj sukses, shëndet mas pari gjithëve, juve dhe familjeve t'juja, edhe uroj që ta kemi një proces në cilin kemi më fillu. Edhe me dhonë shembull prap Komuna Gjakovës, si dikur me thonë që ditën Gjakovart që ashtu që është mas miri me zgjedh edhe me qenë zgjedhun, sa është e drejtë elementare dhe demokracisë. Dhe juve, faleminderit shumë, me të mira, suksese. Faleminderit shumë, me të mira, suksese.